Shkova më tej në një tjetër takim pas një jave, i thosh President Milošević duhet të tërheqësh forcat, sepse nëse nuk tërheq forcat, atëherë NATO do më kërkojë që të ekzekutoj, të zbatoj planin që kemi në letër dhe ne do vazhdojmë bombardimin. Dhe ajo përgjigj, NATO të bëjë ato çfarë ka për të bërë. Edhe unë përgjigja, ne nuk e duam ta bëjmë atë çfarë mund të bëjmë. Dhe ai më tha që ke të drejtë, po bisedoni me gjeneralët. Kështu që unë shkova dhe bisedova me gjeneralët. Ndërkohë që i tregova të hartën. Ata më thanë që këta janë terroristë, ata persona këtu, aty janë të gjithë terroristë, janë në zonën e Kosovës. Dhe unë i thash, nuk do e zgjidhësh kështu këtë bisedë, duke i quajtur të gjithë terroristë dhe duke i mundur edhe duke i shtypur njerëzit e Kosovës. Nuk mund të dëbosh njerëzit nga shtëpitë e tyre të thrasësh të gjithë terroristë. Duhet të ndryshosh taktikën tënde. Por, as kjo bisedë nuk çoi në asgjë. Kur u ktheva herën tjetër dhe shkova dhe takova Miloševićin, ai tha që do bënte çdo gjë që mundej, por asgjë nuk ndodhi. Më pas shkova në takimin e tretë me generalin Klas Marlin. Në atë kohë u ulëm me të dhe i tregua presidentit Milošević se çfarë donim ne të bënte ai. Ai më tha që personi që është përgjegjës së Stajnović, atë duhet të flisni. Kështu që ai tha që nuk ishte personi përgjegjës. Ne shpenzuam të gjithë darkën për të shkruar marrëveshjen. Të nesërmen ishte e diel në mëngjes. Ishte koha për të shkruar marrëveshjen. Presidenti Milošević erdhi në orën 10 mëngjes dhe ai u solli sikur marrëveshja ishte vërtet shumë e rëndësishme. Ai tha, ne dim se si ti trajtojnë të shqiptarë këta vrasës, dhe kemi bërë këtë gjë më përpara, nuk është hera e parë. Unë i thash, zoti president, po si i keni trajtuar dhe çfarë keni bërë? Ai më përgjigj, i kemi vrarë të gjithë. Dhe pastaj paraqita marrëveshjen që ishte shtypur me njerëzit e vet, ku ishin disa pika lidhur me çfarë do të bënin Shtetet e Bashkuara. Pra, sa i takon forcave tërheqëse dhe negociatave.